Ne kemi shqyrtu për ligjin për buxhetin. Qafru mikrofonin më ofër. Të mendu se po mjafton. Edhe kemi dalë me disa rekomandime, për shkak të afatit shkurt janë minimale rekomandimet kësaj radhe, por dy janë me qëllim qartësimit referencave dhe tjetra është me plotësim të nenit përkatës. Atëherë po I lexoj rekomandimet e mia. Në nenin 12 tek pagesat e paradhënies propozohet të ndryshohet referenca në nenin 12 në paragrafin 6, teksti paragrafin 5 të nenit 12 të këtij ligji të ndryshohet në paragrafin 5 të këtij neni, sepse është neni 12 dhe I adresohet po të njëjtit nen. Ndryshimi tjetër është nenin 14 tek transferi I shumave të ndara buxhetore. Propozohet të ndryshohet referenca nenin 14 përkatësisht në paragrafin 11 të projekt ligjit, teksti pavarësisht paragrafit 11 të ndryshohet në pavarësisht paragrafit 10, sepse kemi të bëjmë me të njëjtin paragraf I referohet vetvetes. Është fjala për paragrafin paraprak. Për këto është propozu ky rekomandim. Dhe rekomandimi I fundit është në nenin 31, llogaritja e pagave në sektorin publik. Propozohet të ndryshohet paragrafi D në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese numër KO 79 fraksion 23. Po ja u lexoj paragrafin siç është në tekstin e projekt ligjit, në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese KO 79 fraksion 28, në vend të rregullimit sipas paragrafit 6 të nenit 6 të ligjit numër 08L 196 të pagave në sektorin publik, paga bazë rritet në bazë të përvojës së punës në masën 0.5% për çdo vit të plot pune, duke filluar nga data 1 janar 2026. Propozimi im të ndryshohet është kësaj. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese KO 79-23, në vend të rregullimit sipas paragrafit 6 të nenit 6 të ligjit numër 08L 196 të pagave në sektorin publik, paga bazë rritet në bazë të përvojës së punës në masën 0.5% për çdo vit të plot pune me efekt prapaveprues nga data e hyrjes në fuqi të aktgjykimit gjykatës kushtetuese KO 79/23. Sepse aktgjykimi I gjykatës kushtetuese 79/23 përcakton në paragrafin 382 thotë kësaj, në ndryshimin dhe plotësimin e paragrafit 6 të nenit 6 të ligjit të pagave, ku vendi duhet të ketë parasysh që efektet e ndryshimit ose plotësimit tij në kontest të lartësisë së përvojës së punës burojnë që nga hyrja në fuqi e këtij aktgjykimi. Po ashtu vlen të theksohet edhe nga numri I madh I padive që janë drejtuar Kuvendit Kosovës prej momentit kur është publiku aktgjykimi I gjykatës kushtetuese, e që procedura janë duke u zhvillu aktualisht në gjykata, kanë me I marrë buxhetit Kosovës shumë të mëdha përfshi për procedura gjyqësore, kamata ligjore, procedura përmbaruese e tjera. Në lidhje me komentet që u bën nga zyra ligjore, mund të them që këto sa I përket korrigjimeve teknike jemi dakord, pra tek neni 11 dhe 12 nëse nuk gaboj që ishim. Ishte neni 12 paragrafi 6. Neni 12 dhe 14. Edhe neni 14 paragrafi 11. Do thonë me këto jemi në rregull, sa I përket çështjes së amendamentimit të nenit 31 tek paragrafi 2, konsideroj që për momentin duhet të mbetet I tillë siç është, me qenë se kalkulimet pra për zbatimin nga ky vit e tutje janë bërë pra vetëm për vitin që mbulon fiskal, sepse bëhet fjalë për ligjin për ndarje buxhetore, pra për një vit fiskal.
Ndërkaq sa i përket çështjes së retroaktivitetit e kuptojmë, megjithatë duhet të bëhet një përllëgaritje, sepse nuk është kostoja aq sa ka edhe disa amandamente të deputetëve pra që janë bërë, nuk është ajo kosto, bëhet fjalë për një kosto mbi 30 milion euro, pra jo 8 milion, kështu që na duhet të shohim se si të sigurohen mjetet para se të bëjmë ndonjë amandament në këtë aspekt. Pra, synimi dhe zotimi i qeverisë është që kjo çështje të trajtohet në përputhshmëri të plot me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, megjithatë kur bëhet fjalë për çështje retroaktivitetit, të cilat kalojnë pra mbulesën e afatit ligjor që ka ky ligj për ndarje vjetore buxhetore, na duhet një trajtim ndryshe si dhe një përllëgaritje tjetër sa i përket kësaj kostoje, e cila për momentin pra aktualisht nuk është e reflektuar në këtë ligj për ndarje buxhetore. Përsiç e kemi dhënë zotimin tashmë, së shpejti do të kemi edhe rishikimin e ligjit për ndarje buxhetore, që besoj aty pastaj do të shohim ta reflektojmë dhe gjejmë hapësirën fiskale për të mbuluar këtë kost të shtesë. Faleminderit ministër. Atëherë e hedhim në votim propozimet për ndryshimet të nenit 12 dhe nenit 14, paragrafi 11, me propozimet nga zyra ligjore e kuvendit, ndërsa për pikën nenën 31 e hedhim në do të thënë veçantë në votim. Kush është për që të plotësohet me amandament ndryshimet që propozoi zyra ligjore për nenën 12? Kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenime? Më thonë me 10 vota për dhe një abstenim kalon. Tani kemi nenën 14 paragrafin 11, gjithashtu e propozuar nga zyra ligjore, si amandament nga Komisioni Funksional. Kush është për? A ka vota kundër? A ka abstenime? Do të thotë me 10 vota për dhe një abstenim kalon. Faleminderit. E dëgjova me vëmendje dhe zyrën ligjore. Dhe s'po duket që Po është dëgjova, ka probleme tjera. Këtë Ka probleme tjera. Nëse ka mundësi me thirr teknikën. a bre ma. Kur s'po të vjen ta ma. Pak si gjë me tonë. Aha, veçane. Kusht, që do shkej dokumenti që tu, vetë ligji që është. Tani kanë shku me real. Çaj sa atje. Shkot është nene. Ose na të me polën përgjithësinë, apo sot me kumbosë. Po ndalë se ke që ki edhe një pikovi. Ta ignoroj. Edhe s'ka të bëni ato. Kur e tërheqësh.